Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje të gjithëve, po Gjoni at the movies. Do t'jemi së bashku për plot 1 orë dhe do të flasim për atë që na mbush syt, na mbush zemrat, na mbush mendjet, na bën të bëjmë diskutime her pas here me njëri tjetrin pasi ka përfunduar gjithmonë, dhe po flasim pikërisht për filmat. Për filmat, dua të them se kjo ka qenë një javë e cila më ka bërë ta ndërthur pak realitetin me kinematografin. Ishte kjo vjedhje e famshme në Muzeun e Louvrit në Francë që mua më çoi direkt tek Lupin. Me zi pres për filmin që do e tregoj atë histori. Apo La Casa de Papel, fakti ishte një skenar krejt i ngjashëm. Gjithashtu kam parë që është publikuar traileri i sezonit të ri të Emily in Paris, po ashtu edhe një film. Nuk jam shumë interesuar. Jo, është i bukur, është i bukur. Gjithashtu ka dalë edhe një trailer i ri i vijimësisë Game of Thrones. Domethënë, bota e Game of Thrones do të rivisë sërish për të gjithë fansat e thekur, siç jam unë një ndër ta. Megjithatë, Cineplex gjithashtu ka një program shumë interesant për këtë javë. Ne do ndalemi më tepër tek Regretting You, e cila po bën namin. Është një film i cili edhe ky është një histori dashurie e rivënë në ekran, po themi disa herë, po kësaj radhe vjen me një ngjarje tjetër. Dhe shumë gjëra të tjera, nuk e di ideja se çfarë ka vend. Jo, The Monsters sot. Mbaroj. Apo çiko, është numri 1 dhe vazhdon të jetë numri 1 në Netflix si seriali më i ndjekur, patjetër që po. Por ka dalë sezoni i dytë i Nobody Wants This, dhe është gjëja që unë po shikoj me shumë kënaqësi dhe po më kënaq, po më jep atë ndjesinë tamam këtij kalimit në dimër, është i ngrohtë si serial shumë i bukur, do flas pas pak për të. Po ngela te kjo te vjedhja e Louvrit, më doli një video sot dhe dua ta përmend. A mendoni, thonte, se të dashurat e tyre kanë marrë këto gjerdanët, kurorat e të tjerë dhe i kanë veshur në shtëpi dhe kanë bërë kështu photoshoot me njëra tjetrën. Shiko, ky mund të jetë një ndër skenaret e mundshëm. Dikush tjetër thotë që ata janë shkrir brenda një ore dhe janë përpunuar, i ripërpunuar sepse nuk mund t'i kesh, po edhe un jam me mendjen tënde që tani ca foto që i kanë bërë ti ken kujtim nga këto foto që ti si ja tregon do ta skujt, po e di që i ke, i kanë bërë. Mendoj që është dikush që thjesht do ta mbajë në shtëpi atë gjerdanin edhe shiko, nuk janë njerëzit kaq vlerësues të historisë sa nevojtar për lek. Po jo më kohë futën aty. Mirë, filma, kolona zanore, seriale, aktore, regjisor, çfarë nuk flitet në At the Movies. Nisim programin tani me Kaleo, Way Down We Go, dhe rikthehemi pas pak. Dua të flas pak për Cineplex. Çfarë filmash po shfaqen tani? Për gjithë ju që nuk e dini si ta kaloni kohën, jeni pak konfuz, doni të shikoni një film në ekranin e madh, po e dëgjoj shpesh këtë si fjali nga njerëzit që dua të shoh një film kinema, po nuk e di se çfarë filmi të shoh dhe them më fal. Cineplex ka një larmishmëri gjigande filmash, nga çdo kategori ti ke horror, komedi, dram, romanc, të gjitha brenda në një, kështu që për ju që jeni ende të pasigurt dhe mendoni që ndoshta nuk na i ofron të gjitha zhanrat, po ju them disa tituj, edhe pastaj zgjidheni vet ku e gjeni veten. ADN, One Battle After Another, Black Phone 2, Qypi, Gabby's Dollhouse the Movie, Kiss of the Spider Woman, Smurfs, Tron Ares, The Bad Guys 2, Springsteen, Deliver Me From Nowhere, The Conjuring, Last Rites, janë të gjithë filma që vazhdojnë momentalisht të shfaqen në Cineplex. Është vërtet një larmishmëri e madhe, nga filmat shqiptar tek filmat e animuar, aksion, komedi, fantashkencë, janë vërtet të gjitha. Do mbyll dhe ca gojë të tjera të liga, janë ata që thonë, po nuk bëhen tani më filma aq të bukur sa ç'bëheshin dikur, prandaj ndoshta nuk shkojmë në kinema, po ju them që më datë 1 nëntor Interstellar do rishfaqet në ekranin e madh me një kualitet patjetër më të mirë se kurrë, kështu që meqense jeni fansa të klasikëve, nëse Interstellar konsiderohet po për ne me kalimin e viteve të kategoria klasikëve po hyn si film, vraponi për në Cineplex dhe shijojeni mirë aty, se e di që e keni shijuar në ato faqe pirate ku e kemi patur mundësinë ta shohim deri tani. Më besoni që është një ndjesi krejt tjetër kur e shikon atë film në ekranin e madh të kinemas me të gjithë audion, muzikën, të duket vetja vërtet sikur në një kuti e cila vërtitet në hapësirë ashtu siç është edhe anija kozmike e filmit. Pastaj të gjithë duam ta shohim kështu të madh Matthew McConaughey. Sigurisht. Pastaj është tjetër pjesë. Aty bëhem si Edion që e kap krashi dhe dashuria për gjithmonë në një film ndodh një gjë e tillë. Mirë, por është një premierë e madhe e cila po tërheq vëmendjen kudo, dhe ajo është pikërisht Regretting You. E ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë për çfarë flet. Një tragjedi i ndan. I'm very sorry. Your husband insists you were in a car accident.
We did everything we could. Por e vërteta mund t'i bashkoj sërish. I just don't want to forget them. My mom's trying to make it like my dad never even existed. Tell her the truth. It would absolutely destroy her. You keep using me to piss your mom off, and I'm done with it. There's a lot I wish I'd done differently, Regretting You. but I'll never spend 1 second regretting you. Në Cineplex Tech dhe QTU. Kur një ngjarje tragjike përmbys jetën e tyre, një nën dhe një vajzë mbeten përballë sekreteve, gabimeve dhe pendesave që i kanë ndarë për vite. Pasi babai përfshihet në një aksident me makinë ku pasagjere ishte motra e të shoqes, pra Kunata, e vërteta zbardhet dhe marrëdhënia sekrete mes këtyre dy të fundit i lë familjarët në një dilemë, a të qajnë vdekjen e tyre apo të mbajnë brenda pengjet e kësaj tradhtie. Dhe paçka se marrëdhënia mes mamas dhe vajzës do të kriset, sepse vajza patjetër do ta shoh tatin si hero e oma dik të gjë që ndoshta e bia. Nuk e di, rrugës ato zbulojnë se ndonjëherë dashuria është më e madhe dhe lind nga dhimbje që janë ndoshta dhe të thella. Regretting You është një histori prekse për familjen, për humbjen, faljen dhe forcën për të rifilluar nga e para. Nuk është nga ato histori tradicionale që ne shohim në ekran. Nuk mendoj se kam parë një skenar të tillë deri më tani dhe patjetër gjithçka e shkruar nga Colin Hoover sjell diçka të re për audiencën. Dua të di pak më shumë për castin. Është Scott Eastwood në rolin kryesor, djali i Clint Eastwood, i cili në fakt ka bërë shumë mirë në kinematografi duke ndjekur hapat e teatrit, ka bërë disa filma mjaft të suksesshëm dhe shpresojmë që vërtet të arrijë sukseset e teatrit, megjithatë vështirë ta besojmë sepse Clint Eastwood është i pasaventësueshëm. Është shumë e keqe kjo që i vendosim njerëzit në petkun e atij prindit që ti nuk e te kalon dot kurrë. Ndoshta mund na befasoj Scotti. Mbase është aktor shumë i mirë, po tani kur flasim për Clint është tjetër Ti shkosh një herë filmin pastaj ti në McKenna konkluzione. Grace, Dave Franco, ajo që më pëlqeu shumë për këtë film është se është një film optimist, është me ato fundet jo kështu të lumtura të thjeshta, por që të bëjnë të rikthehesh edhe të mendosh që ndonjëherë kur ti ke gjetur pikën e fundit, në fakt ajo është nisja për të ringritur sërish. Kështu që nëse ndodheni në një moment që mendoni që kjo situatë nuk ka ku të shkojë më keq, sepse e tillë është dhe situata në film, pra të zbulosh se bashkëshorti jot ka një marrëdhënie sekrete me motrën tënde dhe ata të dy vdesin në një aksident me makinë, është një situatë që jo dyshoj se ekziston dikush atje jashtë që i ka ndodhur dhe shumë e vështirë sepse përzihen të gjitha ndjenja po themi i natit, më pas e keqardhjes, wow, domethënë thjesht kur e mendon është një kakofoni ndjesish. Megjithatë, është Regretting You që ne e cilësuam si pak me vëmendje, ndërsa gjithë titujt që Edeja përmendi janë sigurisht në Cineplex. Ju mund të zgjidhni të preferuarin tuaj për këtë fundjavë dhe jo vetëm, edhe për të kaluar 1 apo 2 orë shumë të mira në kinema. Dua të ndaj me ty diçka për të cilën jam shumë e lumtur. Netflix ka një opsion, ka një si zile të vogël që ti e shtyp dhe thua remind me kur vjen një sezon i ri, një seriali që ti mund ta kesh parë dhe të vinë si njoftime në telefon që sapo ka dalë. Nobody Wants This është një serial për cilin unë jam shprehur gjëre gjatë, shumë e emocionuar. Ti e di shumë mirë që kur ka disa filma që ta unë kanë lënë një gjurmë, unë i bëj një analizë shumë të gjerë dhe të gjatë, dhe Nobody Wants This është një prej këtyre serialeve për të cilin jam jashtëzakonisht shumë e lumtur që sapo ka mbritur sezoni 2. Më duket sikur ata marrin një kohë të mirë. Nuk është diçka për të cilën ti thua o zoti i madh çfarë realizimi, sa kohë është dashur në postproduksion që të arrihet kjo gjëja e të tjerë. Është një film jashtëzakonisht shumë i thjeshtë, romantik, mund të konsiderohet dhe limonat në bazë të skenarit që ka, se nuk është diçka e komplikuar. Nëse nuk e ke parë dhe do diçka vërtet, është fiks nga ato që unë e kuptoj kur njerëzit thonë është një feel good movie. Pra ti vërtet thjesht ndihesh ngrohtë mirë edhe të lë një shije shumë të mirë pasi e sheh. Për ju që nuk e dini se për çfarë flet, tregon historinë e një vajze e cila është shumë mendje hapur, shumë outgoing, ka një podcast të saj me motrën e saj ku ato flasin lirisht për çdo tematik. Ajo bie në dashuri me një rabi çifut, i cili ka një jetë patjetër pak më të limituar, kornizuar se sa ajo. Kimia që këta të dy kanë me njëri tjetrin është fantastike, është një nga këto kimit që unë nuk e di sa reale duket marrëdhënia mes dy protagonistëve dhe nuk e di se si e kanë arritur. Më duket sikur i kanë lënë të jetojnë bashkë një 3-4 muaj në një shtëpi që të arrin atë lloj kimie që kanë në ekran.
Por vet nga titulli Nobody Wants This është një marrëdhënie e cila do ndez shumë polemika, duke filluar që nga familja e djalit, familja vajzës. Vajza vjen nga një familje ku ëma vet është budiste dhe spiritualiste, jati vet ka zbuluar se është homoseksual. Motra e saj është shumë ndjehapur ndonjëherë deri në nivelin e të tejkaluarit të disa normave, ndërkohë Rabiu vjen nga një familje ku mamaja është ajo pushtetare e familjes që vendos me kë do martohet djali ose jo, po. Është një mix kulturash jashtëzakonisht shumë i bukur. Ti e shikon se si në një marrëdhënie ku dy njerëz duhen shumë, ndonjëherë fillon gjithë kjo pjesa e kompromisit dhe adaptimit, pra sa e gatshme jam unë nga vetja ta adaptoj kaq përqindje të kësaj që jam për ty e të tjerë, sepse problematika e gjithë serialit është fakti se në mënyrë që ai të bëhet rabi i kongregatës së vet, ajo duhet të konvertohet, dhe ajo nuk do të konvertohet vetëm për këtë arsye, por do që të konvertohet nëse e ndjen të arsyeshme për t'u kthyer në një çifute të denj. Kështu që gjatë gjithë kohës është kjo debati i tyre i vetëm në çift është kur do vi momenti që ti ta ndjesh judaizmin si besimin tënd dhe që ne të jetojmë të lumtur. Interesante, për të ndryshuar tani tërësisht atmosferë dhe thash A Night of the Seven Kingdoms do të vi së shpejti, është po themi një vijimësi e Game of Thrones. Megjithatë ngjarjet zhvillohen rreth një shekull përpara serialit klasik të Game of Thrones. Dhe flitet për dy kalorës të cilët synojnë Westerosin, pra botën po themi e atyre viteve dhe të gjitha 7 mbretëritë që sundonin botën. Vjen me aktorët Finn Bennett, Peter Claffey, Henry Ashton, Sam Spruill dhe fansat kanë ngelur pa fjalë nga gjithë kinematografia dhe nga traileri që është publikuar. Edhe kjo është pjesë e novelave të George R.R. Martin dhe pritet me shumë padurim. Megjithatë shumë pak gjëra zbulohen në trailerin e parë, presim akoma të shohim më shumë për të marrë edhe një datë konkrete se kur HBO do ta sjell këtë serial, që për mua është i shumë pritur në fakt. It Never You nga Jennifer Lopez, dhe si pa e kuptuar ne kemi mbritur në fund të At the Movies dhe për këtë javë. Absolutisht, mos harroni Regretting You në Cineplex edhe të gjithë shportën e filmave që ndodhet aty, Me të vërtet sport. Se po vin festa tani. Kurse për ju që doni të shikoni diçka të ngrohtë, ndoshta nga ajo kënaqësia dhe rahatllëku i shtëpisë tuaj, Nobody Wants This në Netflix, nëse s'keni parë sezonin e parë, pas keni qenë me fat, keni mundësinë tashmë të shikoni dhe të parin dhe të dytin. Po vjen gjithashtu Emily in Paris dhe A Night of the Seven Kingdoms, ndërsa Emily in Paris, nuk do ndaloj së thënë këtë që sot. Të lutem, ki respekt për fansat. Për kinematografinë, okay, më falni. Do ta mbaj më privat të mendim. Ne ndërkohë do të vim sërish javën që vjen me The Movies, me sugjerime të tjera, program tjetër në Cineplex dhe sigurisht me filma të mirë të cilët asnjëherë nuk mungojnë këtu. Kalofshi bukur e miru dëgjofshi.